Emisioni Jet o Jet me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Përshëndetje miq, po takohemi prapë në emisionin Jet o Jet dhe shfrytëzoj rastin me ja uru të gjithë bashkëdhetarëve të mi 18 vjetorin e lindjes së shtetit tonë. Por këtë 18 vjetor nuk na ka gjetë si rëndëmt. Sot në dhomat e specializume, krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës po e dhajnë fjalën e fundit, po e tregojnë ata që e bënën për vendin e tyne që sot ne jemi të lirë. E kam të nevojshme me ritheksu duke u bazu në raportin e Dick Martit, u krijuan dhomat e specializume që tani ai njeri nuk jeton më e që shpirti i tij mos prejet në paqe asnjëherë. Sot gjendemi para një situate ku vërtet ne nuk e kishim dëshiru, sepse lufta çlirimtare ka qenë e shejtë dhe ka qenë për të drejtat themelore të një kombi të tërë. Sot bashkë me mua është një luftetar, është një burr fantastik, jo pse po them, po e kaluara ati e ka dëshmuar që ka dhënë kontribut të pashosh në luftën e fundit dhe ky është Bekim Shyti. Bekim, mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën dhe përshëndes juve dhe gjithë teleshikuesit që na ndjekin këto momente. Urime edhe për ju 18 vjetori i shtetit tonë. Nëse ju kujtohet nga viti i pari festës së pavarësisë ka qenë një entuziazëm jo shumë i madh sikur që po fillon tash, sepse tash Kosova u bë 18 vjeçe dhe është e përgjegjshme për veprimet e veta dhe duhet ta dëshmoj që tani e tutje ne do të sillemi si të rritur. Mirë, po dje ishte një ndjenje përzime. Ishte sa ndjen krenarie për pavarësinë tonë. Ishte edhe një protest për ata burra, për ata burr shtetas që na sollën atë liri. Edhe kjo e boni domethënë në moment caktun sa nishe gëzim kur i shifshe ushtrin, policinë tonë ka marshojnë rrugëve të kryeqytetit dhe njëkohësisht i shifshe edhe fotografitë e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit, që ata padrejtësisht i kemi knapu dhe i kemi mbyll në një dhomë atje, që kjo në botën demokratike nuk do duhej të ndodhte, edhe kjo ishte ajo festa edhe protesta e ditës së djeshme. Bek, ne gjithë së bashku ishim pjesë e protestës, i pam krejt, po mënej ishte një ndjenjë përzime, të paktën për mu, edhe ndjenjë krenarie, po edhe ndjenjë që nuk i këshu mendu që do të na vije kështu situata. Të gjendemi para një situate të tillë, të kërkojmë drejtësi për të drejtat tona dhe për çlirimtarët tonë. Po sot i dëgjuam edhe fjalë përfundimtare të krerëve të UÇK-s në Hagë, që praktikisht sot edhe i vehet dryni krejt asaj maskarade që ka filluar që 6 vjet. Si e pe këtë proces, Bek? Sigurisht që po edhe kemi përcjellë me vëmendje, nëse kujtohet kur ka shku Hashimi në Hagë, nuk ka thonë lam të mirë, po ka thonë miru pafshim. Unë shumë do doja që Hashimi bashkë me shokët e vet të rikthehen familjes së tyre, të kthehen Kosovës që dhanë më shumti. Unë nuk e besoj që asnjëri prej tyre ka projektu jetën e tyre nga viti 98, edhe nuk po flas tash më herët që kanë vepruar ilegale secili prej tyre, po flas ekskluzivisht nga viti 98 deri në vitin 2019 ku shkuan atje. Në popujt e vegjël që kanë ëndrat mëdha, ndodh që individ të organizojnë një ëndër për popullin e vet, po zakonisht nuk arrin ata që e fillojnë ëndrën, ta realizojnë ëndrën. Këta burra e kishin një ëndër për Kosovën. Filluan lëvizje sepse çdo aktivitet i paraprin shumë aktivitete tjera përpara.
UÇK-ja nuk lindi ad hoc. UÇK-ja i paraprinte LPK-ja, LKÇK-ja, aktivitete shumë të domethënë, pastaj stërvitjet që kanë ndodhur me Zahir Pezit në 91, stërvitjet me Adem Jasharin, grupi 292 në Tiranë, edhe kështu që shpresa e vetme e popullit Kosovës ishte pastaj UÇK-ja, sepse nëse kur flasim sot për pavarësinë, për Kosovën, me domos po kthehemi pak mbrapa me shiqu, sepse ti ajo gjenerata që e ke përjetu Kosovën edhe para luftës. Një Kosovë që viteve të fundit nuk kishim gazet, nuk televizion, nuk kishim shkolla, nuk kishim as një drejtë si popull për të jetu. Dhe ky represion që e bëri në atë kohë Miloševići, neve na bashkoi dhe na e kuptuam që është përkundër përpjekjeve të shqiptarë për pavarësi e liri, gjithçka provuam, tash duhet të rrokim armët dhe të luftojmë për lirinë tonë, sepse askush nuk e ka fitu lirinë pa luftë e pa gjak. Kështu që sot, sigurisht edhe unë ja uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë, pavarësinë e Kosovës, ta respektojmë vlerën sublime për ata djem edhe vajza më të mira të këtij vendit që e flijuan jetën e tyre për Kosovën, respekt për familjet e dëshmorëve, respekt edhe për djem që sot i kanë gjymtyrët e tyre me metale e me dru për shkak të luftës Kosovës dhe ta ndërtojmë shtetin tonë duke zhvilluar ekonominë e vendit, duke edukuar gjenerata që po vinë, sepse nëse kemi një ekonomi të shëndosh dhe kemi një gjenerat edukume, Kosova një kohë të shpejt do të ecë përpara. Po një vend ku s'ka ekonomi dhe ka budallallëk, gjithkush do të ndërhyjë në këtë vend. Kështu që urime edhe një herë, edhe dhash Zoti që të festojmë vitin e ardhshëm me këta burgshtetas që në momente të caktuara flijun veten dhe dhanë gjithçka për të qenë Kosova sot e lirë. Dhash Zoti të jetë kështu edhe ne shpresojmë shumë. A mendoni se ky proces po e trajton drejt luftën çlirimtare dhe sakrificën e UÇK-s, apo krijohet një narrativ, krijon një narrativ të pa drejt për historinë e Kosovës? Secili njeri, unë jam edhe jurist me profesion, dhe nga njerë e shef nga pjesa e së drejtës, edhe formimi i gjykatës, askush s'ka qenë për, po në fund kemi qenë detyruar dhe të shtyrë që ta formojmë. Sepse Kosova kishte një njollë zezë nga Parlamenti Evropian, që e inicoi Dick Marty si deputet zvicran, edhe neve, në momentin që ti emigroje dikun, po mendoj udhtoje dikun në përbot, u prezentoje si shqiptar, s'ka rëndësi i Kosovës apo i Shqipërisë, ata fillun me majtë organe, se na bojmë trafikim organesh, sepse kështu krijoi një farë perceptimi kjo pjesa inteligencë e servicëve të Rusisë. Dhe në moment caktun. Po, që shka mundësi mi shku menja me bo trafik të organem na minzi ungi shumë bukë më rëlla? Po qka po ta mërmenja ty një Serbi që të ka okupu 200 vjetë, gjithë shka i shkon menja. Na nuk ishëm para Stamolla një grip në mëtë kënë luft, këtë e ke transplant të organesh. Dhe nga jo ko, unë e kam vrejt që është një tendencë e botës ndërkombëtare me na hjek atë njollë. Dhe në atë kohë kanë shku edhe direkt të presidentin, ka thonë që ty tu ka luku emri dhe ti duhet ta hjekësh këtë njollë. Dhe atëherë ka pranu që të formoj gjykatën. Për kundër që kanë qenë shumë kundër, kam qenë edhe unë kundër personalisht, por gjykata u bë nga votuesit e parlamentit të cilët i kishëm çu ne në kuvend. Dhe në momentin që ata burra u ballafaqun me së drejtën dhe dëshmuan sepse Dick Marty kishte marrë dokumenta në për koridore, në për stacione trenave të autobusave, dhe dolin fund fare që kjo është një gënjeshtër edhe një fabrikim e inteligencave ruse e serbe e këto, edhe i kërkoj policisë zvicrane që të siguroj për shkak se tash dojnë më mbra serbet, se une nuk jam mon shërbim tyre. A kur i kish marrë paret, i kish bokë si farafera, midis Parlamentit Kosovës, midis Parlamentit Evropës, i kish pasartë ko gja lezet. E kur e sigurejshin shpinë ato, se Hashimi ishte në Hagë, përda ishte në Hagë shpet vetë. Sa saj nuk ishte i lirë mo, se u flikonte nga bashkëpunëtorët e vetë. Që nga jo ko, unë personalisht kam kërku edhe nga shok që i kam në shoqatat të dala nga lufta, që nëse Kosova dhe kuvendi Kosovës ka votu një gjykat dhe kjo gjykat është e Kosovës, dhe doli që organe nuk pas ka trafiku Kosova, atër pse mos ta zhbëjmë? Ne e kemi bë dhe mund ta zhbëjmë.
nëse nuk është bëjnë institucionet e Kosovës, politika e Kosovës, ne shoqatat e dala nga lufta do të ngrejmë një tent, një shotar, të kuvendi, ato ku e kanë votu gjykatën, dhe të tojmë që ju nuk keni me dalë nga ky kuvend, pa e shvotu tani. Është bo përpjekje, Bek, por nuk e di pse ndodhe. Është interesant, sa që kemi bo përpjekje, nuk du me laku emra këto, për shkak të shoqërisë gjane sane, po mos po e pengojmë procesin e mos po i dëmtojnë ata shokë që kemi atje. Nuk mundu mi dëmtu ata shokë, sepse ata që kanë shku për Dick Marty dul rren, ne kemi bo gjykatën, si ka thonë bota demokratike që dohet mi bo gjykatën, ne kena besu drejtësis. Edhe këta burra po i besojnë drejtësis. Edhe në fillim kur ke shku, edhe sot i ndëgjove dhe me thonë fjallë të funit, që janë nëse ke pak gjak shqiptari, është një farë emocioni. Këta burra nuk e kanë ditë që kanë më bo kryeministra, presidenta e deputet. Këta burra i kanë dalë shkallë për para me luftu për liri. Që kjo është e vërteta, që kjo është historia. Kushdo që mënohet mi laku, për mu më do këtë shumë i vogël. Bek. Kështu që në kam kërku që kjo gjykat të shbëhet momentin që ka deviju. Nuk është zhvillu dhe me thonë procesi për ata që ka është formu, dhe kam fillu me dalë pa keq kuptime, nuk po du me banalizu, po më merë presidenti Kosovës me viqa e me droj e me shpjuna që në shkuat i me thonë që po më njeku që këja edhe s'kam skudzaj me shku, kjo është kogjaulli. Ne i kujtove një dëshmitar atë tha se mu tha ma kanë pas, si me thonë, ma kanë pas si nati tha si më shku gjithë i vesh. Ju më vesh mirë. Ju më vesh mirë. Gjën Travolta. Po. Para mene në një moment, kur këtë bota u fokusu masakra të na e ndodhi, atë e ke mu ma kanë pas si nati se unë më shku i vesht. Po në fare në fund, shumë besoj, edhe deklarata e kryeministrit Edi Rama, që tha që nëse këta burra vorosën për së gjalli, atër duhet ta denojmë edhe Bill Clintonin, edhe Tony Blairin, edhe Albrightin, që gjitha këto figura që kanë qenë në luft bashkë me neve kundër një pushtuesi, kundër represionit serb. Bek, që të mbyllim këtë pjesën e parë për tribunalin, çfarë presni realisht nga epilogu i këtë kësaj ngjarje? Nëse ka pak drejtësi, sepse edhe drejtësia vënune, po e thojmë shpesh, është pa drejtësi, ata udhëhec të këtij vendi që e kanë shpallë pavarësinë dhe na kanë bo munim mirë, sepse Kosova nga vitin 99 edhe pse u shlirua deri në vitin 2008 ishte një farë Unmikistani, nuk ishte Kosovë, këna pasë dhe pasoshin Unmik. Shpesh në për vendet ndryshme të botës, o dashme me marrë shumë letra, shumë viza, dhe ku shkojshe nuk e gjeshin në renditjet shtetërore Unmikun, e theshin ku është ky shtet Unmik, kështu që as nuk i lavdroj, as nuk i dënoj, as nuk i paragjykoj as kënd, po nga viti 2008, që është shpallë Kosova shtet. Kosova ka pa me sytë e vetë zhvillim, autostrada, aeroporte, shkolla, universitete, gjykata, na njoftë 110 vendet botës si shtet, edhe mos mendoni se shumë shtete në botë, sikur ne të vegjël, kanë bëjnë luft për pavarësi e liri, por nuk arrin. Ne arritëm ta fitojmë për herë të parë botën në trojezën e Rambujës dhe ta fitojmë krahun më të fortë ushtarak NATO-n në luftë bashkë me neve. Dhe pastaj, pas gjithë këtyre viteve, nga vitin 99 deri në vitin 2008, arritëm përsëri ta fitojmë Vienën dhe ta fitojmë pavarësinë. Në këto dy trojeza, neve shqiptarët kemi qenë fatlum, sepse kemi pas një aleancë me Evropën edhe me Amerikën, dhe duke ju referu krejt atyre marrëveshjeve që kanë ndodhur më herët, Berlina, Londra, këto, na si duket është kthy treni për së marë për popullin tonë. Deri në vitin 2019, kur ndodhi kjo që ka ndodhur, edhe sot jemi... Apet po du me besu që ata njerë që e kanë fut NATO-n për krahje të QK-s, dhe ata njerë që në Vjen e kanë miratu vendimin për pavarësinë e Kosovës, do të ndikojnë në këtë rast, sepse edhe ata dalin keq. Shpresojmë dhe besojmë shumë në pavajsinë e tyne. Bek, të ndrojmë pak temen, sepse më thonë të drejten kur hina edhe lexova pak për të kalumen tane, ishte një kalume që nuk e di nashta u thonë dikon, po unë të kërkoj ndjes që më ka ik. Më ka ik, edhe tash po e pranaj këtë fakt. Por që dal nga dal shkojmë edhe të ajo pjesë. Kur e kuptuat për herë të parë se rruga drejt liris do të kalonte përmes luftës së ushtrisë shërbëtare të Kosovës, e konkretisht
edhe nga dur tuja. Kur ke qaj moment që ti the, okej, ke qa ke, që to unë du me bo një këthes. Nuk me intereson fare e mira materiale. Nuk do mi mohu në asë një mënyrë. Dhe më thonë, kam qenë djali i ri, kam punu në Suedi, kam jetu në Suedi, në Zvicër, edhe deri me rastin e vrasjes Zahir Pajazitit, Edmund Hoxhës, Hakizojnë Allahut, besom që përkundër që vi nga një familje, babën e kam pas të burgosën politik, edhe një familje me një edukat kështu të kogjat të thukte në aspektit kombëtar, emigrum jashtë, qëllimi ka qenë për një ekonomi më të mirë, se shpesh shqiptarë thonë kemi shku atje se jemi ndjek politikisht, ka pas edhe të tillë që janë ndjek politikisht dhe kanë emigru për shkak problemeve dhe për shkak ndjekjeve, se që ka qenë për shembull hashime shumë të tjerë, po unë personalisht kam shku për një jetë më të mirë ekonomike dhe ju kam ndihmu familjes më sa kam pas mundësi me punë që i kemi bërë, kemi jetu 4 vëllezër në Zvicër, por në momentin e vrasjes Zahir Pajazitit, Edmund Hoxhës, Hakizojnë Allahut, gjithandej Zvicrës qarkullonte ajo gazeta që u vranë 3 ushtarë të UÇK-s. Edhe thash, a ka mundësi more vëlla, mu kthyn herë nai shpresë të shqiptarët me luftu për liri, sepse nuk kish mo nai variant tjetër që mund t'i përdorëm. Nëse të kujtohet atë ka qenë një varianti edhe në 12 natës me Çelsa me bo, mos po marrin vesh dikur diçka. Kështu që unë pastaj jam taku me një shok timin që kam qenë gjeneratat, ka qenë bashkë me Nexhat Gjafa i Vushtrisë, edhe pastaj edhe i kam ndihmu që të vjen edhe ai në Zvicër, se ishte i përndjekur në atë kohë, edhe komunikimet me te, çdo ditë... Falë, ti prej Suedis erdhe në Zvicër? Në Zvicër, edhe nga Zvicra pastaj në Kosovë. Ti erdhe me qëllimin për mu kthy në Kosovë edhe shfrytëzove me arë Jo, unë në Zvicër, në Suedi kam jetu vetëm një vit, pastaj gjithë kohën, në 6 vite kam jetu në Zvicër. E u ktheve në Zvicër? Edhe unë isha në Zvicër kur erdhe Nexhati. Edhe atu pastaj deri në 12:01 natës biseda si edhe nxitke edhe ma tepër. Pastaj ky edukimi familjar me domos të shten një farë mënyre me qenë duhet shkoj, duhet bëj. Unë jam 23 vjeçar, në atë kohë kam qenë domethënë boks amater në Gjenevë dhe llogariça veten që unë prej këtyre 6 vëllezërve duhet i pari të shkoj. Edhe kështu ndodhi. Erdha në Kosovë nëntor, u takova me do njerëz, erdha pastaj për në vitin e ri, edhe nga për shkak se dimrit aty nuk ka shumë punë që kemi bërë në ndërtimtarisë, atëherë vazhdova deri me 5 mars në Kosovë. Aty krijove kontaktet e para? Jo, tash të shpjegoj. Kur erdha për vitin e ri, Isa Kadriu, që është fqiu e ka qenë kryetari i LPK-s në Gjenevë, ma jep një, të lutna të merrni një aparatet edhe kudo që ke mundësi fotografo, se tash është situata pak më ndryshe, se çfarë opinioni kanë LDK-ja për UÇK, ne LDK-ja asaj kohe, sepse na kemi qenë një farë mënyre të gjithë shqiptarët në një lëvizje, mirë po këto fërkimet që kanë ndodhur për periudhat ndryshme na kanë kushtuar si popull shumë, edhe po na kushtojnë edhe sot, sepse sot duhet jemi të gjithë për UÇK-n edhe për lirinë pa politikë. Po edhe kjo s'po ndodh. Kështu që nga ajo kohë unë e mora një fotoaparat, e për cilë situatë nuk kuptojsha kur gjë. Rasti i parë domethënë ndodhi Likoshani. Shkova në Likoshan, po nuk ishte mundësi as më ofru atë. Ndërsa rasti i Prekazit, me 5 mars, në mëngjes herët, baba jem bashkë një fshitim me fqiun tim Hasanin, morën rrugën për Prekaz, edhe një bashkangjita. Kështu që këtu ka fillu pastaj aparatin me vete, dhe kam zhvillu gjitha ato fotografi që i keni pa ndërkohë në internet, që janë lansu në internet në gjithë botën, dhe më thani këmë ba me durët mija, me dëshmu para botës që këtu kanë ndodhë jo një luft vetëm me Adem Jasharin, po këtu kanë ndodhë një luft mes një armate dhe një familje. Dhe në atë familje, pastaj unë i kam fotografu ka pamje shumë trana, të më thonë ato, edhe kufomat, kam hysi një gazetar suedez, se për ndryshë nuk do të më lejanin, ka pas edhe, është edhe Hoxha ato që mundohet më mdalu, edhe unë i kthej në gjuhë suedeze, kështë që aje ka flet me mua, më kuptën që s'po kuptoj kur gjë, unë e hymë rena. Po në ndërkom kam përcjellin e dy politë civil, sepse rruga ku kanë qenë kufomat, në rrugën Skenderaj Drenas, atër në Skenderaj Glogos, është 3 km deri te lagja Jasharaj. 2-3 se di sakt sa është, po është një afërsi. Dhe në ndërkohë, unë jam afër proni atë, gjoja se po du me kry një nevoj, e kam hjek shiritin
e kam vu dhe me thonë mrena në truptimin, dhe e kam vu një shëri tjetër dhe kam bo fotografi. Kur kam shku pikrisht, para shtëpis, na i kemi thonë shtëpia e Husit, se e kemi edhe si familje, shtëpia Sajti Asharit dhe Musi Asharit. Po, sakt. Ato më kanë dalu policia. Më kanë thirë 2-3 herë, gjëja se s'po ndëgjoj, kur më ka thirë herë në e tretë, më ka përtit kogja shumë, ej, slushaj të mëmë, si do që të vamo. Mi thonë që unë edhe po të kuptoj, po s'po du me të kuptu. Me qëllimi më ka të kësë kuptoj. Edhe kum këthy kryt, edhe si kum folë frëngjeshtë as anglisht, po kum folë suedesht. Për shkak se unë shkova me televizion suedez, edhe kisha, edhe unë i thonë, Vildi Proda me të mej, jurnalist, come here. Kështu që kështu ka fillu pastaj. E ka marrë negativin, edhe ka hapë parasyve të mi, me ignorancë, edhe ka lëshun tokë. Afer meje ka qenë një trup i shtrim, që shifra shpinën e tina që po frymon, po i gjakosur komplet. Që e ku marrë vesh dhe me thonë, mas përfundimit luftës e ka qenë Zikria Caja. Zikria Caja kështë qenë para meje dhe kështë në raf me aparatin e tina. Aje ka tregu në emision në Prishtinë, dhe në të nesër men, për mesat demaqës e këmë pas do lidhje kështë për shkak babës sene, thash, bësja dema ka mundësi më tregu numrin e Zikria se po du mi taku. Po mëre nesër e mi taku të parku, edhe i këmë thonë, qatë kujtën ty ajo koha kur edhe thët potët e këmë dëgju se të ka qenë edhe një gazetari hujthet, po ato nuk e rafen. Thash, po qatë ta mërmenja, thash, mos ka qenë edhe shqiptaraj. Kështë që këtu më ka ardhë mirë pastaj që e kom taku mas luftës edhe i kemi shkëmby do provojat në një momenti te për të vështirë. Dhe nga i moment, kom shku në fshat, nuk po du me marrë shumë kohë me bisedure të rrasë shumë rëndësi kjo, se ti e kana të regoni diçka që une edhe po besoj edhe shikust, na i kemi po me qindra mira hera të foto. Po dora kujt i ka bo, unë besoj që sot... Jo e din shumica, sepse unë kam qenë pastaj do të tregoj tashti... Unë sa të kuptova. Nga i moment, unë kam shku të një shoki imi i gjimnazit, një agroni, që ka pas një shtëpi ku i kanë regullu fotografit, një dyqan, edhe i kom thonë vetëm pastroma, mos i zhvillo fotografit. Se kisha frikë mos po shpërndat në një dhe, akoma pa e kalu kufinin të, se në shqiptar kur gjë mos pashëm pa pare shpjën lakun e kem. A e kem, që trash e kemi, qita e kemi, që mjë një mund jashtë. Edhe kështë që, aj gjatë kohës kur po e pasrën të shiritin, sa i mjeshtër i filmit, aj e kuptante. Tha bek, tha të lutna, tha, kujdes, tha se është adisht jem pami, tha që, tha shovla, tha, veç pastro se unë prej teje nis në sonte për Tiranë. E kisha të organizu, e kisha nëzirë biletën me autobus për mes Maqedonisë, edhe fshehjat negative, më pështili disa herë, fshehi shumë mirë me vetë, edhe kur shkoj, e marrë isën në Gjenevë, kështu, dhe duhet me shku në Qaplin, e takon dikan, po unë nuk e njefsha. Ma prezentoj dhe me thonë kush është si duket, e ndërkohë e vujnë kontakt edhe e shof Ibrahim Kelmenin, e ka pas edhe një pjesë në krahën e maj dhe me thonë të faqes që gjatë jetës e kishë lëndu diçka, edhe në basë sajnë identifikova, po tash kur u qova në me ikë për do isha me shku direkt në Gjenevë, tash në të pakten atje nuk më humbin, por se më këshin ngri kam, nuk i kësha prej Tiranës, pa i pa shqiptarët të fotografi. Kur dalë të autobusi, më del Ibrahimi dhe çka po më këqyrë djallë? Thash, i kam punë të mija. Edhe kështu filloj komunikimi me te, për mos me zgjatë shumë shkum të një fotograf, është interesant kjo detaj, sepse fotografi që po i zhvillën të fotografit, kështë prej ardhe nga Kosova. Kur hynë mrenë ato, unë i thamë, thët Ibrahimi, le negativin këto dhe na po hecëm. Thash, hec ti, thash të në përri. E në atë kohë Ibrahimi kështë një autoritet, nuk ishtë shef mja thuj fjallin shumë, adin, edhe me një farë ironie, më shef, ullet e lexon të gazetë. Unë po rri kështu si një djali mirë i klasës i urt, kur fillun me dalë fotografit, a i mjeshtri po i shef, dhe nuk e ki ide në ndërkohë, po i rrjedhin lët mi tavolin. Edhe që shka mundësitet. Ta shte qohët Ibrahimi, po i shef atë fotografi, tha të djallë, tha kushia, qakia, thash, unë se më kërkushi, thash veç jam dikushi që këm dash mi po botat që apëndodhën prekazët dhe në familjen Asharaj. Tha ti me mu që tash drejtë në televizion. Thash unë në jetën tem s'kom dalë në media, as s'kom dalë para kamera, nuk di me folë dhe zi qa me thonë. Tha nuk ka nevoj me thonë, kur gjë? Veç me kalzu që qëto fotografi ke bu qëto, edhe vendosëm. Ka qenë Aslan Bajrami edhe Besa Qeku, unë e kom pas në ndërkohë munami të regu fotografit, pas taj të asaj kohë, edhe ishte intervista e pare imja, në jetën time, që e kom dhonë,
Dhe mundu me dëshmu se që ka ndodhë, me thonë, me datën 5, 6 edhe 7 mars në Prekaz, edhe unë besoj që të secili shqiptar se më pyete ma heret se çka të ka shty ty me vendos me ardh edhe ti vetë me luftu, e u munova me ta shpjegu këtë qicen që në fund ka qenë rasti i jashareve që unë i kom thonë jo asaj demokracisë të Evropës, i kom thonë jo aty në pareve Zvicrës, dhe i kom thonë po luftës për drejtësi, për liri, edhe kur gjë mos mu isha me bo. Djallë 23 vjetë, të pak të nonën tem, nuk kam i lanë më masakru dikush, për kam i qu dikun i ven më cikërt. Kështu që kjo ka qenë ajo fillesa e ime pse kam vendosë. Dhe nga emisioni që e kam dhënë intervistën në radio televizionin shqiptar, bashkë me Ilerko në Shefsin Mërgimi, kemi shku bilim menzimi ka gjithë doqizme se komën e madhe, edhe kemi shku në Qerret, me zhvillu trajnimet, ku ato vëq këshin fillu 2 ditë ma heret, trajnimet për njësinë speciale, dhe mu më panë që sportist po një hori me armë kisha për shkak se isha rrit një familje që më kishë mësu baba, që ishë mi hape, që ishë mi mbylle, që ishë mi pastru, se si fmi kur dilshin gjëveti ka 3-4 vetë, mi dhonshin lavash ka të mi hape pastru, kam qenë pak më kërështar se vlezri tjerë, edhe kështu që ato kemi po stërvitje profesionale, kemi po stërvitje ushtarake në bashkë me e prort e asaj kohë me një provoj shumë gjatë Binak Gashtin edhe komandant Dajen që ka qenë një prej e prorve më të zëtë në atë kohë në Kroaci, edhe kështu që basi i kemi përfunduar trajnimi, kemi arë në Kosovë, dhe ideja ka qenë që në gjitha zonat e Kosovës të formojmë njësi speciale për reagimet shpejta. Kthehemi vishë edhe një moment... Katri Kastrati doja se me ta bërë shpaja për men. Kthehemi edhe një moment të masakra e jashareve. Cile u konë momenti kur i ke fotografu, cile u konë momenti kur ka njerë i mshilë sytë dhe delë si fotografi? Une nuk po du, adi me i prejk njerëzit në emocione, po besëm zëtë që ma shumë se 2 dit e 2 net nuk u mujtë me flajtë. I mshilë që sytë, delëshin viktimat. Se krejtë kufumat i ke po... Krejtë komplet. Edhe... Masore ke shkuat. Pastaj ka qenë problemi edhe i zërav. Se ti ndëgjesh e zëra, ato ka pas edhe për shembull, ata nuk kanë përjashtu as një gjë, ata nuk kanë përjashtu as kafshë, as baktita aty në asaj lagjes, komplet. Unë kam qenë me datën 5 dhe asnjëherë nuk im largu deri në fund. Herë kemi qenë të mejhajte, se është prekazi nda 2 lagje, prekazi jepër me edhe jull, të mon lagja mejhaj është mes 2 prekazeve, edhe në atë ko, ndërko në vrejtën që po shkojmë, kështu që unë visha prej Zvicre edhe një farë demokracia dhe isha unë nuk jam kanaj të bonaj faj, nuk kanë që më ngo mu. Të e po dy janë me një sy ndryshe. Një sy tjetër, amo realiteti është këtë diçka tjetër. Kështu që unë besoj që lufta e Zahir Pajazitit, Rami Atina, lufta e Demi Asharit, Rami a familjes Asharit, lufta e Haradinajve, vrasja e Luan Haradinajt në Rami Atina në Kufi, veprimi i general Ramush Haradinajt me marrë vlaun e vetë në supe, me qu atje, krejt këto kanë bo, krejt këto kanë bo që se cili shqiptar që ka pak gjak shqiptar, se kanë herë nga Afrika e harrojnë a jena bashkë shqiptar, me u organizu, edhe nuk e besoj që kanë do diku në botë në mënyrë kaq masive, në kohë kaq shpejt, mu organizu një guerile që dikur s'ke shumë as buk mi dhonë, se le ma armë, as buk mi dhonë. Mërgata ka dhonë një kontribut vazhdushëm, ka dhonë edhe me mjetët gatshme, edhe me njerës, edhe me pjesën e propagandës, dhe me thonë për televizionet ndryshme të Evropës e të botës. Bek, u bashkut ju në Qerret, u bot pjesë e ekipes, vazhdoj aktiviteti, fillun stërvitjet, kur ke momente kur hine në Kosovë? Si ushtar, po flasë? Në Kosovë kam hy, do me thonë, është të fotografia ato, me 31 mars. Me 31 Falem, me 31 prill. Me 31 prill. Intervistën e këmë thonë me 9 mars, deri me 31 prill, do me thonë, me 30 prill kemi bo servitje, me 30-31, mos më kap një tash për fjale, se ka kalu ku edhe nuk mundu mi kujtu, në ashtë të natë ku ka po 31 tash, nuk ka tash s'ka, edhe e kemi pas në ditën e fundit nga ka prezentu, do me thonë, edhe një pror i njësis që ka qenë në Kroaci, Afrimi, Leopardi, kështu që bashk e kemi kalu rrugën, kemi ardhë në Bajramcor,
ku jemi taku me shumë burra ato, ka që Ganinuha, kanë qenë shumë të tjerë, Naim Kastrati, Bekim Kelmendi, Qerim Kelmendi, të gjithë ta burra, edhe bashkë me ta kemi shku deri në Viqidol. Viqidoli ka qenë fshati fundit dhe shtëpia fundit e Baci Sulejman që unë në kam për respekt për atë burra dhe për atë familje që gjitha ta ushtarë që kanë shku ato, ka pas raste që ka pas edhe deri në 200-300 ushtarë në atë shtëpi, kanë fletë në borë, aja dhe dhomën e fitet e ka lëshu për ushtarët, e ka bo do buk me atë sa ka pas mundësi, me qëmshte, me buk misri, vetëm për me mujtë me ofru ku është ky fshat eksaktësisht? Kjo është fshat në Tropoj, pjesën e Tropojt, Viqidoli lidhet pastaj nga Viqidoli kemi dalë në Morin, ose kemi dalë në Smolic, ose kemi dalë në territorin e Kosovës. Në Panashec, po. Këtu kanë qenë 3 fshatrat që rrugtimet e para që kemi marrë, kemi shku domethënë në këto fshatra. Po rruga aty nuk çej bash mirë kur u futën në Kosovë, Me thanë drejtën tashti se nuk kam qef më mirë me detaje. Nuk kam qef më mirë me detaje, po me gjithate janë përjetimet që duhet me njoftë. Ajo është detaj e rëndësishëm se ke mund të mos jesh. Kjo është ma vonë pastaj. Ajo është ma vonë, shumë ma vonë. Po dhe këtu është një detaj se ne organizohemi dhe ishim në përfundim e sipër edhe me mbush pjesën e kuajve që i kishëm me vete, se na armë nuk i kena bojt me kamiona, me helikoptera, po me kuaje me shpinë. Kjo ka qenë lufta e gorilës Kosovës. Dhe besoj që kanë qenë është edhe 2-3 barë me javqit kuajve, ka qenë një Gzim Berisha, djali Baci Sulejman, edhe në me vëmendje e shifsha se si po i lidhë, se nesër në ndodhë, në ausgidhët një, duhet me mësu me lidhë. Duhet me mësu me lidhë, zësëse. Edhe veç kur kanë ardhë, dhe më thonë, i kemi ndëgju 3 shtëna. Edhe kanë dalë njësia speciale, kejtë veshën, jo i një spiona serb, në shtrinë për tokë. Kështë dhënë dikush një informat të gabushme, ka pas dhe kësi incidente. Mirë, po si kur mos ishte Shqipëria, për kraja Shqipëris, nësë s'kishu me mujtë me egzistu, as me luftu. Po ka pas dhe detaje tila dhe më thonë që ka pas keq kuptime ose keq informime. Bila të më kujtohet, të shu Qerim Kelmeni, tha vrana tonë, dhe thana nuk jena serb, as nuk jena spiuna serb, po jena qlirimtar. Edhe tash, me pamundësi, me shku për kohën që na e kishëm planifiku, sepse vazhdoja procedur një orë e gjys, vendos kanuni, zeqa, bashkë me Ganin, me shku Ganinuan, me shku edhe me i njoftu ata që na presin neve që kishin ardhë prej Smolice, Agrën Rama, bashkë me shokët e vetë, Agroni është dëshmor të ashti, edhe thashun e po vjedhone. Ata më shofin pak me rezerva, se adit nuk mon hec, thashon e vi nga Gjeneva, jam sportist, po vjedhane. Edhe marrim u me veti, edhe një detaj tash kur kemi shku atje, rrugën që është dashmi bo për 6 orë me barë, na o dashmi përshpejtu për me mujtë mi paralajmëru ata që mos qëndroni sa në të këto, vazhdoni poshtë, se nëse të juve ju vrejnë për shambull serbt poshtë atje me 3-4 kere, ata kanë mjë pyet që keni dalë. Kështu që vazhdoni rrugën edhe dilni nesër se sa në të nuk mune me ardhë. Mirë, po ku shkum ato, kanuni, ganiu, une, edhe po bën, i kemi pas do shpreje, do komunikime me dorë. Edhe kur ullet taj edhe po fishlan. Ndërko, po presën pak, po fishlan edhe dikush nga pjesa e Kosovës. Tash këj fishlan 2 herë, edhe i fishlan 2 herë. Edhe unë për një moment, tash kisha arë për Gjeneve, pambashkësisht dëshirës madhe për lufta, ku për neve, ata shkiti kanë ndërlidhjet, e radiolidhjet, e migat, e qmigat, e na me fishlima për dhe shumë marrë vesh. Me krypun. Me krypun, me fishlima. Po me gjitha te, interesant se kur jemi bashku me ata djem, jemi përqafu si kur njëshër gjatë me ta. Edhe na atë natë qëndrume në Smolic, u këthym, e murëm marmatimin edhe unisëm për Kosovë, dhe prej Smolicës kemi vazhdu në Glogjan, prej Glogjani kemi vazhdu në Jablanit kemi qëndru ma shumë se 1 muj, pas ta jemi nalë të shtëpia e familjes madhe Gjeva Ladrovsi, bashkë me generalin e asaj familje Selimin, ku e kemi taku babojnë e tyre i cili ka qenë njëri për atyre që ka marrë dhe ishnat e Azembejtes i ka silë, edhe kemi ndëgju histori interesante atë natë në një familje me plët atë dashuri, me gjithë ata djemë kërejt të shtarë. Frymëzim jashtëzakonshëm për juve. Pastaj kemi vazhdu në Drenis, herën e parë që kemi ardhë, jemi shku në Buroj, edhe ato në Buroj, jemi taku me Musi Asharin që ka qenë komandant pike, Jahir Demakut që ka qenë shtëpia Jahir Demakut, Femiu, Bekim Berisha, Gjeva Ladrovsi,
krejt këto, do më ka qenë obria, edhe është interesant një detaj për publikun dhe për ushtarët, nesërmen kemi vendosur me vu pikën në Bajic poshtë. Rasim Kiçina, Pone, Shkupe, Murrizi, Selimi, Femiu, Gjeva. Edhe në ndërkohë ashtë, Femiu, i kom thonë, migjes Murrizit në apru një gazetet të treni, kush përshko për juve. Edhe në ngrit dorën si sportista, ashtë në përshkoj. Unë nuk ishtë lakësi e madha 1 kilometrit me gjys, edhe shqyqot dikun atu e gjun gazetën aji, pe i treni. Edhe kur shkojnë, e shof një farfushe, edhe gjej gazetën, e sjell. Po detajmë se po du mi të regu, jo pëse nuk kam shku mi mor gazetën, po pse ka kërku kjo gazetën. Edhe Femiu të ashtë një dit, ja dho kjo gazetën mi lezu për shembull Shkupit, një dit Murrizit, një dit mu, edhe për mes qasaj metode, ajo kuptoj ke një farë mënyrë edhe përgatitit tona ku jemi e qka jemi. Dhe në një moment nuk du as një mënyrë mja për men emnin, është njëri prej shokve që nuk ka ditë shkrim lexim, po për shkak të familjes që ka qenë bela, ata s'kan mujtë edhe me qenë në shkollë, ajo një shumë keq, po qëfar burri ka qenë Femiu edhe uqu e kape për qafë, tha po qëfar foj ki ti ble. Po krejt qëtësen tha mënohet me bo inteligenca sërbista, unë e kam vujt burgje, këto jenë lojnat sërbis që neve më nashti më vra me zveti, mësë me mujtë më shkollu, mësë me mujtë më bo. Kështë që për mu Femiu ka qenë burri madh, Abeja ka qenë një prej guerilsave matë mëzët që unë e kam njoft, e ka pranu këta edhe Kroacia me deklaratat e generalve tyre, edhe ata njerës bilaj e ka një deklarat shumë interesant that I born here, I will not be a social problem in Europe, I will die here. I born here, I will die here, I will not be a social problem in Europe. Për mu kjo është një deklarat që del buran nga zemra. Dhe të në kom lind këto, dhe të në do të vdeste dhe nuk do të bëhë në rast social me shku me lipa zilë dikon tjetër. E kanë postume dikon edhe në rrjetet sociale të mija. Një detaj, ose naj detaj... Kretë këta njerëz jenë konë frimzim për ato që a theti, pse jenë ardhë shtartë me liftu pastaj. E vërtet. Naj detaj të rëndësishëm, se cilë detaj aty është i rëndësishëm, po për Bekim Berishën Abejen, nuk e di. Tash, nuk është që unë kom taku shumë njerëz që pavarësisht që ka qenë një profesionisti atashëm, nuk na kanë tregu shumë. Menoj që, që me thonë, rrëfimi për të është pak i mangët. Karshi punës të cilën e ka bo. Tregohet kështu që tash kjo mund tjetë edhe glorifikim, po të thojnë që është rinë në rrugë, kur kanë kalu konvoji sërbë, për me i, që me thonë, për me i asgjësu, ose e kanë të regu që si një profesionist të hatashëm në zhvillimin e luftës. Nga njëherë, pavarësisht se e profesionist, nuk mund të jesh në funksion të plot nëse ti nuk e ke një logjistikë. Se do të kesh pa tjetër, ti mos të kesh këta djemë këtu me kamera, mos të kesh këto kompani që të bështesin, nuk ka mundësi as emisione. Kështu që edhe profesionalizmi i dikujt nuk mund vijet në punë pa e pas edhe një logjistikë. Kështu që fillesat e UÇK-s kanë qenë goxha të vështira. Furnizimi me armë, furnizimi me uniforma, me ushqime, me gjitha këto, dhe këto ta pamundësojmë pastaj me qenë edhe në krye detyres ashtu si ti dëshiran edhe e kërkon nevoja. Mirë, po interesant, Bekim Berisha ka bo senet të pamundura edhe kurse ka pas logjistike. Unë po ta tregoj historinë, kemi shku në Qabiq pas është në datën kër është plagu Muj Krasniqi, kemi shku në përforcim, nga ka thirë në do më thonë shtabi i përgjithshëm, Shkupin, Murrizin, bashkë Rasimin a ka thirë realisht, Rasim Kiçina, Shkupi, Murrizi, une kemi shku në Qabiq, pas taj ka ardhë Bekim Berisha të nesërmen, edhe kemi qëndru gjatë ato. është shumë interesant një detaj, për shembull, shkon një familje, një automekanik edhe i thëtë, a ma shet që të Renault? Ka qenë një Renault me një këtu në drusën e shpejtësive të vëllamit, të timoni. Thëtë jo nuk ta shes për ta fali. Thëtë jo thëtë s'ki nevoj mi falë, thëtë kam pare, jo thëtë për ta fali. Edhe ta shte i thëtë, ako mundësi thëtë me shku thëtë në qytetë, thëtë, masi ki mundësi me lëviz, më vynë thëtë 10 palë uniforma, kështu që i ki veshën. E kishte një uniform, ka të ndisën dhe me vaje e zhytne, thëtë, po më nësë ka problem, edhe 5 bojnë. A i kishte gjetë 6-7, nuk më kujtohë sak numri, e i ka sjellë. Thëtë, mi merë do brusa, mi merë do kështu, mi merë do ngjyra, këtë ato që a i kishë shru, edhe ja paret për mi blej ato. A i insistoj, mos mi marë, po në fund t'i murë. Edhe neve na dytërojt ashte, mi hi ati farkeri, mi prej.
ja prim pjesën e mrapshme, poshtë e merr 12.7 edhe secili skam e marr ke amortizerin e prejke në 3 pjesë, ja qit ke mes komzes edhe kariseris, poshtë ja fut ke një shaj me një gumë traktorit që e prejshëm nëse ato, derisa ardh mjeshtri. Ne montum 12.7 në Renault. Gjom i pari met, edhe kur i erdhe ngjyrat, e ngjyrosëm e bënëm kamuflazh atë makinë, i morëm ato rroba, i kishëm 3 fuqi, 3 voza. Po voza, po. I kishim prej, do me thonë, 60 cm, e kish vlu ujt, i kish, pastaj në ndërkohë uftof, jo më uftof këtë, po uj i vakt, i qiti ngjyrat, njëren zez, njëren kaf, njëren gjelbër. Kur nuk arroj, dhe u bën 7 uniforma. Me ngjyrë hiri për shkak se e kishte vetë uniforma, edhe ishin 3 ngjyra, ngjyra e gjelbërt, ngjyra e kaftë dhe ngjyra e zezë, domethënë në këto 3 fuqi që i kishin këto. Na detyrante me kap me lidh me sigjima, kur i heqnim nga njëra me lidh në pjesë tjetër, edhe duli dhe tha kështu tha. Kjo tha tash është uniforma e UÇK-s. As kem nevojë me marr domethënë Jumkos, as kem nevojë me marr Kratit. Kjo tha është uniforma e UÇK-s edhe na ish dash këtu t'i bojna për ushtarët tonë. Dhe ky veprim i tina, brenda ditës, me kriju një automjet që ishte i palëveshëm dhe me i bo 7 ushtarë në uniformë, me një 12.7 që Serbe ka pas shumë frikë. Pas shumë frikë 12.7, për mu ka qenë një lider që t'ka bo për veti për 24 satë. Genialitet në rrethona të caktume. Këto janë momente që ti nihesh krenar me ka një ofër. Edhe ramja atina një unik, sepse unë është edhe një detaj kur vi dhe në thrasin nga zona operative Dugagjini, në atë ko kam qenë Shqipëri me qëllim furnizimi me armë, edhe thonë që duhet pa tjetër një njësi prej 27 vetave me armë një unik, edhe porosia e abit ka qenë për një pjesë të madhe të eksplozivit, dhe aja ka di që në jam trajnu për aktivizimin e landës shpërthysën nga Galaksia, dhe më thret mu ka ninua, dhe është urni me që ushtarë dhe armatim një unik, se është rreziku që më mbyll koridori furnizimit të UÇK-s. Edhe në me një herë marë porosin, shkoj në Jez, kanë qenë shumë ushtarë aty, thash, a ka mundësi, thash, kush e ka kry shërbimin ushtarak, dilni përpara. Sa viti ki ti, sa ti, identifi shumë shpejt edhe bona grupin, në atë grup ka qenë edhe Sabit Gashi, që në ndërkohë kur kam shku në ato ka ngel në Junik, lagjën e Berishve, kur e kam taku atë në atë abejen, për mi shkurtu më abetin, shkoj në Junik, për shkak të aktivitetit tina gjatë, të najtë në propozicionet e Junikut, i shftov edhe kur pështyke gjak, e u më dhemë shumë. Edhe po atë natë, i kemi vendosë ma shumë se 11 pozicione prej 1.5 deri në 6 kg eksploziv. Më nxes herët e kemi bo një provokim që ata me fillu ofanziven, edhe të pastaj e kemi pas një farë sistemi veç. Tani u bo mirë. Tha, Juniku tash ta nuk bjen. Tha, ti kemi shku sonte, edhe kemi marrë edhe ata 400 ushtarë që janë në Jez, edhe me orë një unik, tha, dhe na kena mi hapë këtë koridor. Po fatkeqësia që qatë na që më shku në Shqipëri, ka pas ofanziv të jashtëzakonshme prej 3 pjesëve edhe ura Juniku. Unë jem një pak tradhtar që s'kom qenë me abin ato, po urni ka qenë ti që me shku edhe kështu që në momente taktune ka njerë një është i dëp, po nga jo dopsi të vlo një vulkan për hakmarrje edhe thu, unë sa po luftoj për shtetin e për lirin, do të luftoj edhe për hakmarrjen e abit. Lavdit gjithë. Kështu që ka qenë abeja. Mënova me ilustru një detaj, po ka shumë raste që Bekim Berisha ka përfitu. Në një moment, për shembull mund që Abeq ka qenë, shkon i mat në 25 hapa edhe bën veç e merr një guri në muri, domethënë ku kanë qenë tjegullat, e bën një rreth, ato bëhet rrethi. Edhe fillon tash të gjuni ushtar, me ren. Pasha zoti tha nona jam gjun më mirë. Të nesërmen e ka pru nonën e vet, prej feje. E ka pas nonën shumë të veçantë. Respekt për nonë abit, unë deri sa ka vdek, gjdo mu i kam qene, kam vizitu, e din edhe motra tash që janë gjallë dhe sene. Dhe që është kur më thërë ke Bekim, theke po kam qef, theke që po tras, që po tras Bekim dhe sene. Mallin e edhe kjo ka qeni shembull që djem për kundër vullnetit madhë. Jo, nuk jeni luftar, jeni veç ushtar. Për mu bo luftar, do të me di do sene. E merë që kjo është shënjestra e parë, që kjo është shënjestra e dytë, që kjo vjen qëtu, as shkon kënej, as naltë as poshtë, që kjo vjen qëtu. Kure ki qëto, ja ngre gishtin edhe as njëherë nuk do mini ka bën, do me thonë gishti, po
zhurma, kur bë bam atje, atëherë e ki në cak. Nëse ti e frigon, ai ta kthen. Nëse ti e vret, ai nuk mundet më të përgjigj. E bukur, e bukur, e bukur. Minutat për ikin shumë shpejt, po e kam shumë të rëndësishme. Ju keni vepru në zonën e Shalës. Kam qenë komandant njësi speciale në kuadër zonës operative të Shalës. Qysh ka i ketë procesi? Fillimisht se u emrove, nga kush u emrove komandant, edhe si shko procesi. Për shkak të bëmave të mija, dhe më thonë që këshin dëgju edhe komandantën Vereruqi, si komandant brigate, edhe komandanti zonës Rahman Rama, edhe propozimi, dhe më thonë që kështë arë nga komandanti Sulejman Selimi, edhe ata takohen edhe marrin një vendim. Pastaj me Rahmanin ka qenë let me punu, se ka qenë i kuptushëm, edhe ndërko për shamu nëse ti ke pas një kërkes, ka thonë, shko, bo qa dush djalo. Nëse ka dal mirë, u lavdu kajt zona, nëse ka dal kesh, unë s'kom thonë. Unë s'kom thonë. Unë s'kom thonë. Kështë që vendimi ka qenë kogja i vështirë për mu, sepse në 23 vjeqarë, mi dhonë një përgjithësi me kriju një njësi speciale, ku të gjithë ata ushtarë janë të armatosën, përgjithësi kogja e madhe. Po trajnimet që kësha zhvillu në Shqipëri, pjesa që unë e kësha qëndru me Shkupin, me Murrizin, me Selim Krasniqin, me Bekim Berishen, me Rasim Kiqinen, me këta luftartë më dhej, pastaj luftime që këshëm zhvillu gjitha ndej, sepse unë nga Smolica deri në Zabërgj kësha kriju një provoj. Isha shku një 3-4 herë në Shqipëri me marë armatim. 3-4 herë? Unë e kam shku 7 herë. Po flasë në atë ko deri në qatë ko. Nëse thojmë të ashtë 7 herë, edhe me shku 7 herë, edhe më këti 7 herë, bje 14 herë. 14 herë, po, e vërtet. Se nuk është krejt veç shkurja, do të më këty, e dyjat janë fështira. Edhe kështu që këtu pastaj ka qenë në fillimi kogja i vështirë. Unë i kërkova edhe do kritere kur emrova, thash do të me qenë mosha caktune, jo do hampers, i pa martuar, dhe mundësisht edhe me pas një certifikat shkollimi, se është krejt ndryshe për shembull kur ti i shpjegon një ngelaçi edhe një shëmbullori. Pa dash në nënçmu kërkan se këtu ka luftu edhe ngelaçi edhe shëmbullori. Po tash na do të me strukturu njësin edhe të jep përgjegjësi atyre njerëzve që unë kum pas një fat madh, kum pas për shembull Zaven Sefershytin që ka qenë mësuesi anglishte si fshatit, edhe ai ka njoft jo veç nxënësat që i ka eduku, po i kanë njoft edhe familjet e tyre, edhe pastaj te e ki një farë informate, se unë isha i ri në fshat, kisha emigru, nuk i njefsha, edhe unë besoj që për krajen që ma kanë dhënë këta njerëz, Sefa, Iliri, krit ushtarët, pastaj i kum pasur 2 gjerman njësi, ka qenë Roland Bartesko dhe Matjas Steininger, në ndërku jam ndru me emra se ko gjazër mi thonë vloj, janë nisëm Shaboni dhe Shefqeti. Edhe kështu kanë met nofkat e tyre, kum pas ushtarë Pejra Oveci, kemi pas ushtarë nga Prishtina, kështu që u boni njësi pas një ristrukturimi, që unë nuk po du të ashti me full, po besoj që ata janë liri bërës. Përfundoj procesi, u kry, u qiru, si po shkon jeta në qirim? Se më vjen keq se shpesh për shembull ju hin hak ushtarëve që si përmendit gjithë ai thotë pse e përmendë Sefën, pse e përmendë Gjermanin. Po është e pamundshme. Unë besoj që secili prej tyre ka një rrëfim të vetën shumë historik edhe interesant, për shembull për këtë gjenerat që po vjen edhe për atë veprimtari që ata kanë bërë. Bek, mas qirimit, si po shkon jeta në Kosovën e lirë? Në çka po merresh? Unë besoj që lufta e ka ndryshu formën. Nëse na e kemi përfundu luftën në 99-ën, është dashur me përfundu komplet luftën në 99-ën, dhe lufta e re me qenë në zhvillim ekonomik edhe në edukim. Unë e kom menu që përmes rrugës që u formu në atë kohë TMK-ja, si institucion i pavarur edhe jo politik, pavarësisht e ke pas një mision zjarr fikse kërkim shpëtim e kështu, uniforma është kanë ajo që na kemi llogarit vetën që jemi ushtarë. Edhe duke besu që po e vazhdojmë rrugën edhe manitin e shokun, kam shërby deri në vitin 2009 në TMK, kemi pas trajnime ndryshme, kemi pas gara ndryshme, ne kam qenë komandant garë dhe në Prizren, edhe në vitin 2003 kemi fitu një garë në Afrikë të Jugut, fal punëve të mira edhe një përkushtimi konsistent që kemi pas dhe me thonë në atë kohë. Me garu për shembull me 63-4 vende të botës, me Anglija, me Franca, me Amerikë, në kërkim shpëtim zhytje dhe në trafik, edhe me zonë vendin e 6, ka qenë për neve një krenari jashtëzakonisht e madhe. Kështu që pas luftës, mesazhi im për gjithë
të tjerët për gjeneratat, për fëmijën e mi, se jem babaj 3 fëmijëve, edhe është interesant se lidhja ime me nusën është në luftë. Ajo vjen më na vizitu neve për 1 maj në fshat e kisha ditëlindje, kishin organizu një aktivitet, edhe ajo vjen me dikan ato më na sill neve gjëra ushqimore, dhe mase është po rri pak po i shoh. Ato ka qenë takimi i parë, dhe ndërkohë pastaj kemi kriju këtë familjen tonë me 3 Të mrekullueshme. Si dihet na fokës. Edhe porosia është që ta zhvillojmë ekonominë dhe ta edukojmë gjeneratën që po vjen. Kur e kemi një ekonomi të qëndrueshme dhe i kemi djemt e meqëm që po vinë pas, Kosova ka të ardhme. Me budallën edhe me fukares më herët askush. Bek, unë të falenderoj pafund që ishe pjesë e emisionit Jetë o Jetë. Falenderit dhe falenderit për gjithë ata që na kanë dëgjuar, na shtas kemi qenë tepër. Përveç që udhëheci i emisionit, unë kesh edhe një shikus, edhe u kënaqja duke i dëgjuar rrëfimin. Falenderit shumë. Shumë kënaqësi. Mirë shtemi, deri në emisionin tjetër, miru takofshim.